Po ke folë realisht. Çka nëse Laerti për shembull shpreh propozim sonte ty? Jo, nuk shikoj, Laerti nuk mund të shpreh propozimin kështu si martohemi, jo. Jo, po në aspektin po mënoj një kafe çasti. Laerti se ka fituar çmimin, e pra, shikon nuk duhet të bëjmë çmimin atë. Ke punat e parë të besimit. Te paret është aty. Zoti hajde po. Po, aty është. Aty është dhe është, shiko, tani për të folur seriozisht, është ne kemi qenë një brez që na mësuan që nuk është paraja, nuk është gjithçka. Se, për shembull, janë sa gjëra që nuk blehen me para. Absolutisht. Për shembull, atzeu nuk blehet me para. Dashuria nuk blehet me para. Gjaku nuk falet me para. Ti e di shumë mirë. Po. Edhe gjithashtu pastaj asnjëriu në fund nuk blehet me para. Ti mund blesh kohën e ti dhe ajo do jetë një kohë e caktuar. Po shpirtin jo. Pastaj kush ka shit shpirtin për para, ka bërë kontrat me qoftë largun. Me drejtje. Po, faleminderit. Po. A ki diçka me pyet diçka tjetër apo? Po, kam një pyetje më speciale. A mendon që zakonisht ti më shumë a e vlerëson shkollimin të një person apo dhe personalitetin apo me qenë njerëzishëm? Sipas teje. Unë vlerësoj një person i cili nuk thot leni shkollën se shkolla nuk ka puls. Atë person unë nuk e vlerësoj, madje e thras dhe i them kujdes se ke bërë gabim në këtë gjë. Por karakteri formohet në shkollë. Pra, njeriu lind dhe gjatë jetës së tij mund të ushqej të keqen ose të mirën. Shkolla të bën të ushqesh të mirën tek ty. Rrethanat e jetës ty mund të të hedhin në rrugë dhe t'ja dalësh një ditë. Pra mendon që shkollimi është mbi të gjitha për një person? Për mua mbi të gjitha është edukata që merr familja në radh parë. Pra bashkë me gjirin e nënës ne marrim edhe fjalët e para që mësojmë, është edukimi në familje. Dhe pastaj është shkolla. Pastaj është shoqëria që na jep formimin e plot. Në të treja, në këtë aspekt, unë pash një familje që e donte jashtëzakonisht shumë, dhe madje edhe ja kam thënë. Kemi pas dhe një përqafim me teatrin e Gjestit, ku më tha edhe po të ka mërzit do njerë të kërkoj të falur, dhe thash s'ke pse më kërkon të falur, se unë jam mosha jote, i thash edhe do njerë po kam bë debat me Gjestin, e kam bërë më shumë nga ana punë, si vllai i madh, se ai s'mund të quhem babaj. Një me vllai i madh, Laerti ti nuk i vlla më të madh, as nuk i vlla. Jo, unë vllau më vuk jam. Po dhe po vlla nuk i, jo. Jo, s'kam, nuk kam. A kam mungu kur e përmend ka ti vllau i madh? A the që sikur ta kisha pasur një vlla më të madh? E kam thënë në klipin e parë kur kam hyrë që nuk kam pas ndonjëherë vlla, edhe këtu kam hyrë me kon, si thoni ju, në best vllau të madh. Dhe që të vazhdoj përgjigjen është për mua shkollimi është i domosdoshëm te njeriu. Dhe nuk mund të bësh thirrje leni shkollën, se mund nxirni dhe para me TikTokun, mund nxirni dhe para me një këngë. Sepse ne kemi parë që nga rrjetet sociale kanë ndodhur edhe kanë humbur dhe jetën njerëz. Por atë është duk normale që gjatë tër Big Brother me u bullizu realisht për shkollimin e tij. Sepse ne sa e dim Big Brother. Kalani mira. Ty atë është duk normale në krejt Big Brotherin, thot Laert Trëndafili tu garut Bilbili? Kur e ka pasion të Bilbili të më thonë? Jo ka qenë provokim tjetër. A, ka qenë provokim tjetër? Provokim tjetër. Po si Po duket? nuk krahasohet me provokimet që ja keni bërë ju, bollizim. Për shembull, cili provokim? Ju kam bëti shumë tek Allah që i ke thonë. Tek Allah që i ke thonë se përmend Allah diçka. Aty më prek shumë se po thonë që Gjesti, domethënë. Po, i thash sepse ai momenti kur mori kryqin dhe hodhi. Dhe po nuk bën me fyfen tjetër. Tha atë shprehjen, e mora e sqarova, i thash atë shprehje thon kur bëjnë atë veprim e thon ekstremistët të cilët po ja, s'bën mja fen tjetrit, asnjë asnjë mënyrë. Dhe thon patjetër, dhe ekstremistët e çdo lloj përkatësie fetare janë krejtësisht të padëshirueshëm. Po përndryshe për gjithë shikuesit falar, Laerti nuk është kundra fesë islame, përkundra Laerti ka mbështetur gjithmonë. Po ti e di, te ty e kanë bërë atë deklaratë. Në emisionin tim Laert Vasili ka thonë që unë i mbështes. Jo vetëm mbështes, po kam thënë që ata janë shumë afër lutjes dhe pendesës
sepse ne harrojmë, domethënë ne ortodoksët kujtojmë një herë të dielën vetëm me vajt kish. Po ata shkojnë shumë herë. Jo vetëm jo shkojnë, po ata falen 5 herë në ditë. 5 herë në ditë. Ortodoksët vetëm kur shikojmë kalojmë nga kisha të bëjmë kryqin. Po gjatë ditës e harrojmë. Unë kisha pas shef, domethënë e kom bënë një surprizë speciale, domethënë. Për kë? Një këngë për ty. Për Arborën. Jo, një këngë për ty e kom bën. Lart Vasili meriton shumë më shumë, po unë jep ja Arborës të qetësohet pak se nuk e po vazhdoj kështu. Jam mundu tash me bën një këngë edhe e ka këndu dikush. Ti do bësh këtë? Po. Te shkruson jam. A dëgjoj? Çfarë është kjo? Oh. Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji, e qameria meriton të quhet Shqipëri. Ti meriton një balbon o larti jo. Sa hapav do të thot të dua, po ku ka më mirë se Shqip të thonë të dua. Lumi Valbon bashkon Alpet e Shqipëris, lartin e Valbon i bashkoftiri dashurise. Bravo, faleminderit shumë regjia, bravo. A të pëlqen? Teksti, muzika, orkestrimi, Sadri Meri. Sadri Meri, nga Koshia Show. Këndon Jorgo Papinqi. Ja, Jorgo Papinqi nuk këndonte, ishte orkestrimi. Po e di kështu si shtu. Teksti ishte, teksti Jorgo Papinqi, ishte teksti Jorgo Papinqi. Falete, po u munova me imituat. A të pëlqej teksti? Tekstin pëlqeu. Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji. Dhe çamëria duhet të quhet Shqipëria, ishte vargu që më pëlqeu më shumë. Po. Edhe Valbuna, gjumi Valbuni bashkan Alpet e Shqipërisë. Unë di që është nga vala e Drinit Bardh. Ç'është bashkëri kjo në kombon atë? Po, edhe deri në Vjos. Po, a? A ka pos kur jemi tek Valbuna, mendon që ka pos diçka, ndaj diçka në fshehsin ndërmjet Juzit edhe Valbunës lart? Jo, unë e kam thënë, unë nuk e njihja formatin dhe madje më mori edhe pak kohë derisa të mësoja se që aty ka pas shpesher rrengje të cilat janë marrë vesh me njëri tjetrin, po e kemi parë se është ndër dhoma e rrëfimit. Po, jo, nuk besoj. Nuk besoj se ka pas, përveç se miqësisë të tyre, ka pas diçka më tepër jashtë para se të hynin. Po leo për Valbunë më që Arbora ka dhe Kosova kena femra të bukura. Shiko, unë do e them dhe njerë. Dhe ne